ta të lëvizjes që janë ta të organizatave të veteranëve të luftës janë shprehur hapur pro Edi Ramës dhe kundër protestave. Është e çuditshme pse ndodh kjo, sepse sidomos për Haradinaj. Thirrje që mos përdoret as flamuri UÇK-s aty, jo më thirrje. Mos përdoret flamuri UÇK-s, shqiptarët e Maqedonisë është të turpshme të shkojnë në Haradinaj. Mu më habiti Haradinaj, të them të drejtën, sepse Haradinaj është personi i cili është goditur drejt për drejt nga Edi Rama. Duhet kujtojmë se në nëntor të vitit 2018, kur në Pej po përfundoi mbledhja e përbashkët e dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës, zoti Rama i tha Haradinajt ti je gomër. Kush i thot Hashim Thaqit tradhtar, ai është gomër. Dhe para 2 ditësh Haradinaj ishte ai që kishte thënë Hashim Thaqit tradhtar për shkak të investimit të tij në ndarjen e Kosovës. Dhe sigurisht kjo i diqte Edi Ramës. I diqte sepse ky ishte ideatori bashkë me Vučićin. Ky ishte si thuash rekrutuesi i Hashim Thaqit sepse nuk mund ta bënte vetë drejt për drejt. Dhe pastaj ishte Rama që e denoncoi Ramush Haradinaj në gjykatën e Prishtinës për shkak se Haradinaj e akuzoi Ramën për tradhtim ndaj Kosovës. Tani Haradinaj çuditërisht është përkrahasi më i madh i tradhtarit Edi Rama, të cilin e ka etiketuar me 10 herë, sa herë ka dalë në ekran dhe në studio televizive. Duhet të ketë një prapaskenj kjo, se besoj se mua më vjen çudi. Një luftëtar aq i merituar dhe aq i shquar i ushtrisë ligjare të Kosovës, që nuk i është nënshtruar dhe nuk është përulur dhunës ushtarake, policore, para ushtarake të Miloševićit, por ka luftuar me heroizëm kundër tyre, ka dhënë gjak, ka derë gjak, ka dhënë dëshmor nga familja e tij, etj. Fill për ulet kaq me palavdi dhe Edi Ramës, kjo është shumë e çuditshme për mua. E njëjta gjë më thuhet për Ali Ahmetin. Si mundet një luftëtar i madh, një udhëheqës i ushtrisë ligjare kombëtare të Maqedonisë të bijë në gjunjët e një tradhtari të tillë e ta mbështesë atë në çdo hap, që nga Open Ballkan edhe deri tek protesta sot. Sot duhet heshtje. Ali Ahmeti tha po e bën janë greke që janë brapa kësaj, ndërkohë që edhe vetë nga Tirana janë tërhequr nga pista e grekëve tani. Pistat e Tiranës filluan me grekët, e panë që në Greqi po krijonin armiqësi, thanë hajde me Iranin ta bëjmë këtë punë. Se iranianët nuk na. Edhe është më besueshme edhe gjetën atë gruan nga Kosova, nga prizreni i Kosovës që e shpallën non grata si zëvendëse të regjimit të mullave të Tiranit. Ose Tritan Koxhajn si agent të Iranit e tjerë. Është turpshme, domethënë, të operosh me gjëra të tilla. Në Shqipëri ka njerëz që nuk pajtohen me politikat në lindjen e mesme, që mendojnë se dikush bën genocid atje. Dhe është drejt atyre të mendojë ashtu. Po kjo nuk do të thotë që je agent i X-it apo Y. Pse ka agent palestinez në Shqipëri? Ku ka shtet palestinez që të paguaj gjithë ta mira agent në Shqipëri? Po pro-Palestinës janë gjysma e shqiptarëve, po them gjysma. Se ndoshta më shumë. Kjo është absurditet. Kjo është thjesht një alibi për të shkatruar protestën. Po i mirë organizatorët e protestës dhe vetë protestuesit i lënë me një anë këto. Okej, ato i dëgjoni shef, por të mos impresionohen fare nga akuzat të tilla. Nuk janë agenturat e huaja as më tepër të Iranit. Pse nuk thot Edi Rama që tu ka agentura ruse apo kineze? Po thot iraniane? Pse nuk i përmend rusët? Patën, se kinezët
nuk kanë as shumë interesa në Shqipëri që të organizojnë protesta. Se në fundit janë interesa ekonomike dhe çfarë do e japi Kinës Shqipëria për në ekonomi, s'ka në interes politik. Por rusët që kanë interesa politike në Ballkan. Pse nuk e akuzon si shkaktar, po përkundazi akuzon kundërshtarët e Trumpit në Europë, sepse Edi Rama operon sipas interesit të tij në akuzat që bën. Ai nuk mundet të operoj sipas të drejtës dhe të vërtetës, sepse në fakt nuk ka. Po Albin Kurti pse mendoni se ka heshtur profesor, sepse socialistët një pjesë Ulsi Maja dhe tjerë kërkuan që të distancohet publikisht nga kjo. E para punës ti kërkosh Kurtit të distancohet, do të thotë të ta nxjerrësh Kurtin nga vetvetja. Do të thotë të mos jeti sinqert në distancimin. Distancimi nuk bëhet me urdhat e Ulsi Manjes, as të Edi Ramës. Distancimi bëhet nëse e ndjen. Dhe unë, kur flas për Ramush Haradinaj, besoj që nuk e ndjen. Pse e bën, nuk e di. Kurti nuk e ndjen, nuk e bën. Po Kurti hesht sepse janë herë plot akuza dhe ditën e sotme se ai inspiron njerëzit që të vinë dhe të marrin pjesë në protestën në Shqipëri. Erdhën ja 2 përfaqësues të vetvendosis që jetojnë dhe punojnë sot në Prishtinë, po që janë me shtetësi shqiptare dhe janë nga Shqipëria, dhe e gjithë media proqeveritare, të gjitha televizionet, të gjitha portalet, të gjitha rrjetet sociale të tyre, e interpretonin kanë ardhur njerëzit e Kurtit në protestë. Dhe këta janë organizatorët e protestës. Këta janë jo vetëm shtetësit, po janë ata kuqedra e protestës. E di kush është kuqedra e vërtet që përja pi gjakon këtij vendi. Është Edi Rama. Dhe këte nuk po kuptojnë tamam mirë. Po ta kuptonin mirë do ishin 1 milion njerëz në protestë. Shpresoj që